Ka hyrë zyrtarisht në fuqi bordi i transparencës. Në datën 18 mars, qeveria propozoi ngritjen e bordit të transparencës për çmimet bazë, ndërsa vendimi për rikthimin e bordit është publikuar zyrtarisht në fletoren zyrtare. Detyra e këtij bordi është monitorimi i kostove të prodhimit për të gjithë tregtarët, vendosjen dhe ruajtjen e çmimeve, monitorimin e subjekteve me qëllim shmangjen e rasteve abuzive. Kompanitë kanë afat deri më datë 24 mars që të dorëzojnë pranë ministrit përgjegjës për ekonominë, përfaqësuesit e tyre në përbërje të këtij bordi. Për më shumë se 2 javësh nga nisja e konfliktit në lindjen e mesme, çmimi i naftës dhe benzinës në vendin ton ka pësuar vetëm rritje në vazhdimsi. Bordi i transparencës do të mblidhet rregullisht sa herë që evidentohen luhatje të ndjeshme në çmimet e bursave ndërkombëtare dhe do të vendosë çmime tavan, mbi të cilat nuk do të lejohet tregtimi.